Pas më shumë se një dekade, mazhoranca aktuale, pra qeveria, duket se ka reflektuar dhe nuk është e kënaqur me hartën e re territoriale që propozoi dhe vetë miratoi në vitin 2014. Edhe pse pati një debat publik dhe votim thuajse të njanshëm, mazhoranca ka rihapur debatin për rikonfigurimin e territorit të Shqipërisë. Shqipëria ka kaluar një transformim të rëndësishëm në ndarjen e njësive administrative pas reformës së vitit 2015, që synoi të rrisë efektivitetin e qeverisjes vendore dhe të konsolidojë resurset administrative. Sot vendi ka 12 qarqe si niveli më i lartë i menaxhimit të territorit, 61 bashki që përfaqësojnë njësitë kryesore të qeverisjes vendore dhe 373 njësi administrative që përfshin fshatra dhe ish-komunat e mëparshme. Brenda këtyre njësive ndodhen gjithsej 2972 fshatra, njësitë më të vogla administrative. Përpara këtij konfigurimi, pra përpara qershorit të vitit 2015, Shqipëria ishte e ndarë në 12 qarqe, 65 bashki, kryesisht urbane dhe 308 komuna rurale që gjithsej arrinin 373 njësi vendore. Ndërsa politika vijon përplasje se pse u vendos kështu në vitin 2015, realiteti në terren është se popullsia është reduktuar, shumë vetbanime janë zbrazur dhe shumë shërbime janë larg qytetarëve, duke i detyruar komunitetet të përballen me sfida në përditshmëri.